I bjen 85.000 punësu ma shumë. Dhe vetëm 6.598 vende pune, jo 85.000, as afër. Ku janë 85.000 vendet e reja të punës me të cilat Albin Kurti po bën fushat në gjithë Kosovën. Infokusi prej vitësh ka demantuar një për një deklaratat e zyrtarëve të qeverisë dhe të kryeministrit Kurti që lidhen me propagandën masive dhe keqpërdorimin e të dhënave për punësim. Edhe sot, me fakte zyrtare dhe me dokumente, po e demantojmë shifrën prej 85.000 të punësuarve të rinj me të cilën Kurti po endet nga një të bim në tjetrin. Dëgjojni vetë se çfarë thot Kurti. E të dashur qytetar, kur jem zgjedhur kryeministër me 22 mars 2021, në Kosovë kanë qenë 350.000 punësuar. Sipas Agjencionit Statistikave të Kosovës, 350.000 punësuar. Sot që po flasim, janë 435.000 punësuar. I bjen 85.000 punësuar ma shumë. Apo rritje e punësimit për 24%. Papunësia ka rënë prej 26% në 11%. Dhe tash sfida kryesore. Tash, le t'i sqarojmë gjërat një nga një. Së pari, Kurti pretendon se po i referohet të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2025. Për fakt është se ASK-ja ende nuk i ka publikuar të dhënat e fuqisë punëtore për vitin 2025. Infokusi ka pyetur drejt për drejt pse këto të dhëna mungojnë. Përgjigjja e ASK-s është e qartë. Grumbullimi të dhënave në terren është vënuar, ndërsa këto janë arsyet për këto vonesa. Lidhur me pyetjet e parashtruara në emailin e mëposhtëm, ju informojmë se vonesat janë për shkak të angazhimit të regjistrimit të popullsisë, i gjithë stafi ka qenë i angazhuar në aktivitetet e regjistrimit të popullsisë. Është bërë ndryshimi pyetësorit të anketës së fuqisë punëtore sipas rregullave të fundit të Eurostatit. Po ashtu kemi shtuar edhe ad hoc modulin balancimin në mes punës dhe jetës familjare në AFP. Pasi është bërë ndryshimi pyetësorit, atëherë është dashur të ndryshohet aplikacioni i programit në Survey Solution. Të gjitha këto ndryshime kanë pas impakt në vonesat e grumbullimit të dhënave nga njësitë banesore. Pra, Kurti po i referohet të dhënave që nuk ekzistojnë. Dhe jo rastësisht, ai zgjedh të citoj pikërisht ASK-n, sepse këto statistika flasin për fuqi punëtore, jo domosdoshmërisht për persona të punësuar aktiv. Tani të kalojmë te faktet reale. Pra, sipas raportit zyrtar 5 vjeçar të trustit pensional, institucioni i vetëm që mat punësimin real përmes kontributeve, të cilin po e shihni edhe në ekran, në mars të vitit 2021, kur Kurti nisi mandatin, kishte 330.988 kontribues aktiv. Pra, ata gjejmë edhe në tabelë. Pra, si që po e sheni, këtu kemi tabelen për numrin e kontribuesve aktiv për çdo muaj në 5 vitet e fundit. Shkojmë te vitit 2021, muaji mars, pra si që e theksova kemi 330.988 kontributënës aktiv. Ndërsa në dhjetor të vitit 2024, pra edhe kur përfundon mandati i rregullt i kryeministrit Kurti, kemi 337.586 kontribues aktiv, siç po e shihni edhe në tabelën e trustit. Pra, diferenca reale është vetëm 6.598 vende pune, jo 85.000, as afër. E tash, pyetja logjike, ku janë punësuar këta persona? Sipas të dhënave zyrtare të trustit, sërish shumica janë punësuar në sektorin publik. Pra, siç edhe po e shihni në ekran, kontribuesit sipas ndërmarrjeve, pra lloji i ndërmarrjes në organizatat buxhetore, siç edhe po e shihni në tabelë, në vitin 2023 ishin 89.795 kontribues aktiv, ndërsa në vitin 2024 u rrit në 94.063. Rreth 4.268 punësime shtesë, kryesisht në shtet dhe ndërmarrje publike. Dhe derisa flitet për punësime masive, ka një fakt tjetër që propaganda e anashkalon. Sipas Eurostat, nga viti 2021 deri në vitin 2024 janë 178.000 qytetarë të Kosovës që kanë kërkuar leje qëndrimi për herë të parë në Evropë. Pra, 178.000 njerëz e kanë lëshuar Kosovën. Le të kthehemi te pika kryesore, 85.000 punësuar për 4 vjet. A dini çfarë bën kjo? 85.000 punësuar
85.000 punësum i bjen ma shumë se 6 stadiume Fadil Vokrit mushën për plot. Tani, po ta përdorim gjuhën e Albin Kurtit, nëse 85.000 të punësuar i bie 6 stadiume Fadil Vokrit të mbushura për plot, atëherë 178.000 qytetarë që kanë ikur nga Kosova i bie 13 stadiume të mbushura për plot që e kanë lëshuar vendin. Por dëgjojeni sërish. Se një mënyrë tjetër me shiku këtë, nëse pjestojmë 85.000 për numrin e ditëve sa kena qenë qeverisje, i bjen kena punësu mesatarisht 50 njerëz në ditë. Ka një autobus njerëz, e kena punësu për çdo ditë të 40 e mund. Ose ndryshe, sipas Kurtit gjithmonë, 50 njerëz të punësuar në ditë një autobus, ndërsa sipas statistikave reale, 111 njerëz në ditë kanë ikur, pra më shumë se 2 autobus në ditë. Kjo është diferenca në mes të propagandës dhe realitetit, dhe këto nuk janë opinione, janë shifra zyrtare.